Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Mirë se gjetë. Çfarë mund të thoni diçka për karrierën tuaj ndër vite dhe deri sot kur jemi në një shfaqje të parë? Në Fier, para shfaqjes, gati një orë e pak para shfaqjes, para komedisë, një martesë, një divorcë, një funeral. Çfarë mund të them për karrierën time? Po mundohem akoma ta ndërtoj, nuk mbarohet asnjëherë së mësuari, së punuari, së lodhuri. E quaj veten me fat që bëj një profesion që është i magjishëm, që e dua fort, që më lejon të heq dorë nga egla për 2 orë në skenë, di të zbraz kokën e eglës dhe të mbushem me kokën e një personazhi tjetër. Kjo është më mirë se një terapi ndonjëherë dhe jam e lumtur që e dua atë që bëj. Jam me fat më tepër. Sa e vështirë është për një aktor sot? Ti flet botërisht apo në Shqipëri apo ka vështirësi sepse fatkeqësisht akoma nuk e kemi kuptuar mirë vetit që ka artit e njeriu tek një komb, tek populli, qoftë për edukimin, qoftë për terapin, qoftë për nga ana shpirtërore, sa ti jep, sa të mbush, sa spicat e heq nga, sa gjëmbat e heq nga shpirti. Por nga vitin vit, me kohën gjëja po ndryshon. Njerëzit po ngushtohen afër artit të vërtet, afër teatrit sidomos, edhe kjo është një gjë fantastike. Ju jeni edhe në jetën televizive, keni edhe në televizion, jeni ftuar në emisione, në kinematografi, po. Edhe në teatr, ku shikoni më shumë veten? Është si të pyesësh një nën kush është fëmia më i mirë, ai bjondi, ai sykaltri apo ai i vogli? Nuk mund t'i ndaj. E di pse, sepse i bëj unë të treja. Ashtu si që bëj edhe punë të shtëpisë, nuk mund t'a ndaj as atë eglën, ashtu si që bëj edhe mikeshën, shoqen, bijën, motrën, domethënë në thelb jam unë, kështu është njeriu. Dua ta hapi çik metaforën. Dhe unë mendoj që duhet punojmë shumë mbi eglën, që ajo të ketë mundësi pastaj të bëj mirë gjërat që merr përsipër të bëj. Cili është roli juaj më i vështirë në teatr? Në teatr, rolet